Në zonën e Çoles, pjesë e lagjes 24 maj, përgjatë ditës së enjte, ka ndodhur një ngjarje vërtet e shëmtuar. Një prej punonjësve të pastrimit në qytetin e Vlorës është dhunuar barbarisht nga 2 persona për një konflikt banal, për shkaqet të cilat deri më tani mbeten ende të pasbardhura. Ai ka pësuar dëmtime të shumta, duke u dërguar me urgjencë në spital ku ka marrë edhe ndihmën mjekësore. Ndërkohë policia e Vlorës ka ndaluar edhe 2 autorët e dyshuar të kësaj ngjarje. Sipas dëshmisë së vet të moshuarit, 2 persona janë afruar pranë tij me një furgon, kanë zbritur dhe e kanë goditur pa asnjë paralajmërim. Ai tregon se nuk ka mundur të reagojë, por as t'i bëj foto këtyre personave për shkak se brenda pak minutave e ka parë veten të mbuluar në gjak. Kanë qenë banorët aty pranë, të cilët kanë njoftuar më pas ambulancën dhe policinë, ndërsa i moshuari, siç tregon edhe vet, është dërguar me urgjencë në spital me fraktura në fytyrë. Sonisa pak të tabakina dhe ula poshtë jo më shumë se 10 metra. Më vjen një furgon nga krahu i djathtë dhe më ndalon nëse pak rrugën. Dhe zbritën të 2 poshtë, ishin 2 djemë të rinj me ngjyrë të 25-30 vjeç. Fillon më goditën marrë prapë, sa do ngrit dora dhe koma. Dhe pasi më lanë me gjatë, tentuan të hypin furgonin për të ikur. Unë mora biskletën, se ishe me një biskletë vogël, 6 vjeçe, mora biskletën zua rrugën, që mos më ikte sa vite policia. Ata zbritën dhe një, më goditën prapë, më ranë prapë, morën biskletën, e hodhën një 2 metrë mande, i hypën furgonin dhe ikën. I mbani më? Ishin... Përse lindi konflikti? Nuk e imagjinoj. Nuk e imagjinoj pse do lindte konflikti, se s'kishe konflikt me ta, s'kam pa në një asmëri, nuk e di pse eri konflikti, s'kam një njëri. Ata vese zbritën goditën, se po të kishe në një konflikt të zbritën të më thoqe, o vlla, kemi këtë boqa, kemi këtë për lara, për shpilar. Ata spirën, ata vese goditën, s'më dhanë atëberë. Në fund fare më thanë edhe këtë. Në fund fare më thanë edhe këtë. Kur dola njëri 2 që u zua rrugën, më thanë, shkojmë polici po deshe. Shkojmë polici po deshe. Po, merë një rrytyre jafë, një dajo xhaxha nuk e di qa ish, merë në spital. Më thanë, unë i mora djemët, i kanë qonë polici vetë. Sa është e vërtet nuk e di. Pra janë dorëzuar? Më tha i djali që unë i dorëzuar vetë. Po sa jonë e vërtet nuk e di. Dëmi që është katuar në syri? Në syri kam 3 thyrje, kam 2 thyrje këtu dhe një në undë. Kam me cipën dhe syri e kam të veshur. E kam 70% të prekur. Cipën. Basi do bëjt disa kostura terapi nesër pas nesër, po i kam bëjt gjitha të vizira. Po, sot po. Nesër do bëjmë atë mjeko ligjorin qa është e raporti. Eri një policisë gjësori, një djallë, mori një dëshmi, edhe u largua. Mjekët bëjnë me dije se ka pësuar dëmtime të shumta edhe në kokë, por edhe në syrin e djathtë, i cili rrezikon tashmë shikimin. Fill pas ngjarjes, shërbimet e policisë së Vlorës, pasi kanë marrë njoftimin se në vendin e quajtur, tregu i Çoles në lagjen Bashkimi, një shtetas ishte dhunuar fizikisht, organizuan punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Sipas policisë, ngjarja ku mbeti i plagosur 61 vjeçari Kozma Kuteli, punonjës i pastrimit në Bashkinë e Vlorës, i cili u dhunua fizikisht nga 2 persona me sende të forta për motive të dobta. Këta shtetas janë identifikuar si ES 37 vjeç dhe KN 30 vjeç me precedent të mëparshëm kriminal. Sipas të dhënave, të rinj të përfshirë në konflikt që dhunuan 61 vjeçarin kanë dhënë edhe dëshminë e tyre në polici, ku deklarojnë se kanë goditur këtë të fundit për shkakun më banal, pasi 61 vjeçari ka prekur furgoni me biçikletë, teksa në pjesën e derës ky i fundit është përplasur me biçikletë tek furgoni. Ata kanë deklaruar gjithashtu se kanë patur dyshime se i moshuari i kanë ndjekur me biçikletë. Kjo gjë ka qenë edhe deklarata e 2 të arrestuarve, që sipas tyre kjo gjë ka bërë që ata të dhunojnë më pas 61 vjeçarin.
Materialet për ngjarjen në fjalë i kanë kaluar tashmë prokurorisë, e cila do të vazhdojë edhe më tej veprimet hetimore, teksa mbi 2 personat që janë arrestuar nga policia rëndon vepra e plagosjes së rënd me dashje e kryer në bashkëpunim.